Dobit e martesës. Martesa është sunet i vërtetuar nga i dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Martesa jep qetësi shpirtërore dhe jep stabilitet personalitetit të njeriut. Martesa njeriu në udhëheq drejt rritjes së prodhimit dhe shpjegjes shkencore. Martesa kontribuon në lidhjen dhe afrimit e njëri tjetrit në shoqëri. Martesa i plotëson kërkesat e fshore dhe ato emocionale. Martesa e shton riskun. Martesa plotëson gjysmën e fesë. Martesa është sebeb i riskut me fëmijë dhe tashëgjimtar. Martesa është shëndet dhe mbrojtje e trupit. Martesa është dashuri dhe mëshirë. Allahu i madhëruar thot: "Dhe një prej shenjave të tij është që për ju krijoi për ju bashkëshortë të tuaja, që të qetësoheni pranë tyre duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë." Me të vërtetë në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë